Ish agenti i CIA ngre alarmin. Telefonat, televizorët dhe makinat mund të kontrollohen nga shërbimet sekrete. Deklarata të forta dhe shqetësuese mbi privatësinë dhe sigurinë digjitale janë bërë së fundmi nga Jon Kiriakou, ish operativis gjatë një interviste në podcastin The Diari Ofas. Sipas tij, pajisje që përdorim çdo ditë, nga telefonat inteligjent dhe televizorët smart, deri te automjetet moderne, nuk janë as pak të sigurta dhe mund të shndërrohen në mjete survejimi dhe kontrolli nga shërbimet sekrete. Nuk janë të sigurta fare. Dhe nuk është vetëm shbaja. Britanikët, francezët, gjermanët, rusët, kinezët, izraelitët, iranianët, të gjithë kanë këto kapacitete. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm, deklaroi Kiriakou, duke rrëzuar idenë se privatësia digjitale është e garantuar. Televizorët që dëgjojnë edhe kur janë të fikur. Ish agenti ju referua edhe skandalit të vitit 2017, të njohur si Vault 7, kur dokumente tepër sekrete të CIA-s u publikuan nga Wikileaks. Sipas tij, këto dokumente zbuluan se agjencia amerikane kishte aftësinë të shndërronte televizorët smart në pajisje përgjimi, edhe kur ato ishin të fikura. Televizori mund të dëgjojë gjithçka që thuhet në dhomë dhe ta transmetojë më pas. Kjo teknologji ekzistonte që në vitet 80, theksoi Kiriakou. Kontrolli i makinave dhe rrezik për jetën. Deklarata më alarmante lidhej me automjetet moderne. Sipas ish agentit, shërbimet e inteligjencës kanë kapacitetin të marrin kontrollin e sistemit kompjuterik të një makine nga distanca, duke shndërruar atë në një armë potenciale. Mund ta nxjerrin makinën nga rruga, ta përplasin, ta hedhin nga ura. Po, kjo është mundur, thaj, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë fizike të individëve në një botë gjithnjë më të digjitalizuar. Një figurë kontroverse dhe denoncuese. Jon Kiriakou është i njohur ndërkombëtarisht edhe për faktin se u dënua me burg pasi ekspozoi programin sekret të CIA-s për marrje në pyetje, përfshirë përdorimin e teknikës së ndaluar të waterboarding. Ai mbetet i vetmi punonjës si CIA-s i dënuar për zbulimin e këtyre praktikave, ndërkohë që asnjë zyrtar nuk u ndëshkua për vetë përdorimin e tyre. Waterboarding konsiderohet një formë torture, ku personi i lidhur simulohet sikur po mbytet, duke i shkaktuar frikë ekstreme, panik dhe trauma psikologjike. Debat i hapur mbi privatësinë dhe kontrollin. Deklaratat e Kiriakou kanë ndezur debate të forta në rrjetet sociale dhe në opinionin publik, duke rikthyer në vëmendje pyetje thelbësore. Sa private është realisht jeta jon digjitale? Kush ka akses të pajisjet tona? Dhe ku qëndron kufiri me sigurisë kombëtare dhe shkeljes së lirive individuale? Në një epokë ku teknologjia është bërë pjesë e pandashme e jetës së përditshme, këto paralajmërime shtojnë presionin për transparencë, rregullim ligjor dhe ndërgjegjësim publik mbi rreziqet reale të mbikëqyrjes digjitale globale.